shkurtimisht të dy skenaret e mundshëm. Majoranca nuk e voton heqjen e imunitetit dhe majoranca e voton heqjen e imunitetit. Çfarë ndodh në të dyja variantet? Nëse majoranca voton heqjen e imunitetit, zonës Balluku i konfirmohet urdhër ndalimi. Unë shpresoj pasi ka dy fëmijë që nëse ndodhin gjë të tilla ajo të shkojë me arrest shtëpiak ose me një formë tjetër. Po kjo do të thotë për shkallëzim të luftës brendshme në PS pastaj. Po kjo është një histori tjetër. Çështja e luftës në PS apo çështja e mos luftës në PS nuk ka të bëjë me shtetin. Kjo ka të bëjë me mënyrën se si Edi Rama vendosi në momentin që ai mori 83 mandate, që është kulmi i fuqisë politike, ai vendosi të mos bëjë më qeveri politike, po të bëjë një qeveri me njerëz që nuk janë një kush. Një pjesë semibindur si një asaj vet. Ajo është zona filla e problemit? Është një nga problemet, sepse një majorancë politike e fortë me 83 vota, e cila ka përpara 4 vite dhe ka disa obligime të detyrueshme që të thëna në programin e qeverisë për të mbërri mbylljen e kapitujve në 2027, që është shumë ngushtë edhe që do të thotë një fund voluminoze, kërkon dhe një qeveri politike. Sot, unë për shembull që e njoh politikën shqiptare të paktën për 30 vite, në qeveri njoh shumë pak njerëz, po siç jam unë edhe publiku. Kishte një aktivitet kryeministri me këtë komisionerin për të drejtën e informimit. Dhe pash ministrët e tij, të cilat dukeshin si nxënës së shkolle që nuk kishin asnjë sjellje politike, se ki parasysh që një ministër është një institucion kushtetues. Dhe sjellja e ka politike sepse gjeneron pushteti, buron pushteti nga vendimi politik dhe nga vota politike e njerëzve. Dhe tani, nëse situata ka mbërritur kështu, unë mendoj që më e pakta që mund të bëj një kryeminist do të ishte një rifreskim prej 95% të ekipit politik. Në këtë moment? Çdo moment krize është edhe një... Ja dikton ky moment? Është edhe një oportunitet. Ky moment, sepse ky moment, nëse gjërat vazhdojnë kështu, do të thellohet dhe do përkeqësohet. Dhe momentin kur do të kujtohet ai pastaj do jetë vonë. Po varianti tjetër që është ai i mos votimit për heqjen e imunitetit. Si dhe sa e përshkallëzon, çfarë rrjedh dhe merr historia pastaj betejë e luftës frontale mes ekzekutivit dhe do të përballet me të gjitha sanksionet që do të vinë pikërisht për shkak të punës së cilës ai është i detyruar të bëjë, pra asaj të hapjes së gjithë kapitujve. Dhe pasi një gjë është e qartë që në një pikë të gjithë ndërkombëtarët, përtej Atlantikut, këtej Atlantikut, në gjithë organizmat të cilat Shqipëria merr pjesë ose ka aderuar ose mbështetet, çështja e drejtësisë është çështja kryesore dhe nëse do të kemi një përplasje politike drejt për drejt mes majorancës edhe sistemit drejtësisë, unë jam i bindur që ne do të fillojë një histori sanksionesh politike ndaj qeverisë. Dhe nuk mendoj që kjo është një gjë në avantazhin e kryeministit apo të qeverisë. Unë mendoj që ka ardhur koha që zoti Rama t'i shohë gjërat pak më gjerë. Ta shohë qeverisin si një gjë që nuk i përket vetëm atij grupit ngushtë me cilin ai rrethohet, nuk tjetë do ta bëjë sepse kjo është një çështje e tij dhe mënyrës se si ai e gjykon. Gjë është e qartë që ata njerëz që ai ka sot në qeverisje, shumica e tyre, jo të gjithë, janë njerëz pa përvojë, pa kurajo, pa eksperiencë, edhe nuk e mbajnë dot atë peshë. Dhe kur nuk e mbajnë ata atë peshë, do duhet që ta mbajë peshën vetë kryeministri. Jemi në kushtet kur është një qeveri që kryeministri publikisht i ka thënë ministrës së brendshme, publikisht pra, jo fshehur, që ti ministri i brendshme nuk do merresh me punën e policisë, nuk e punë të vetë. Po, çështja administrave. Atëherë më fal, kur një ministër i brendshëm nuk do merret me punën e policisë, po pse duhet kemi ministër të brendshëm? Ka detyrë kushtetuese, betimin kushtetut, që një nga punët që do merret është ajo. Dhe këtë ka bërë vetë kryeministri. Pra, mua më kujtohet fund vitit 96 dhe fillimi vitit 97 kur filloi kriza e qeverisë atëhershme që çoi në ngjarjet e dhimbshme të 97-s. Në atë kohë ishte pikërisht presidenti Berisha, i cili kërkonte një sjellje të tillë për gati OEQ-e qeverisë Meksi. Nëse do të kishte pasur një rotacion normal në ato, do të ndryshohej 95% e qeverisë ose gjithë qeveria, të vinë një qeveri tjetër. Ndoshta po nga njëjta majorancë,
do të kishim pas një ngjarje komplet ndryshe në Shqipërinë e kohës. Po atëherë u përballëm me një kokë forci të Berishës edhe të njerëzve të tij, e cila pastaj kur përkesoi gjithë vendin. Pra, unë mendoj që një majorancë politike e cila ka marrë 83 vota ka nevojë për sjellje të mirëfillta politike dhe të thelluara në raport me ato që vjen të ardhmen, jo raport me ato që ka të bëjë me ata personalisht. Sepse fati personal i një individi, qoftë ky politikan apo jo, nuk ka të bëjë me fatet e një vendi. Formula e lëshimit të njerëzve më të afërt që ka ndodhur shumë e dukshme me kryeministrin Rama, vjen nga se e diktuar nga partnerët ndërkombëtar, vjen e diktuar nga vështirësia e rrethanave personale, në raport me ligjin a shumë çka tjetër, apo me pushtetin, apo që dim personaliteti? Jo, vjen me faktin që ka dalë qytetani nga shisha. Këta u mblodhën me 140 vota, para 10 vjetësh, madje u puthën aty ambasadorët në sallën e kuvendit, pasi kishin kërcënuar deputetët që duhet të votonin gjithë bashkë, dhe vendosën të krijojnë një institucion sui generis. Disa institucione sui generis, njëri nga cilën nuk e ka bota fare, domethënë, të famshme ONM, e cila tashmë nuk ekziston më, po e futën kushtetut, pra atë të monitoruesve ndërkombëtar. Në një vend që kishte mbi 100 vjet pavarësi, një vend të NATO-s, një vend, dhe sot zoti Rama thotë nuk ka në asnjë vend të Evropës. Sigurisht që s'ka në asnjë vend të Evropës, se reformë si kjo që bëre ti nuk ka në asnjë vend të Evropës. Tani këtë shtet ti ke marrë mandatin ta qeverisësh në 2013, në 2017, 2021, përgjithësit nuk e kujtja kërkosh as kujt tjetër. E morë edhe në 2025, përgjithësit i ke vetë. Kështu që s'ka që bëj, tani është i detyruar të heq ballen. Dhe dy zgjidhje ka, realiste. Zgjidhje e parë, ta shoh gjën politikisht dhe të shkoj drejt zgjedhjeve të parakohshme, duke riformatuar gati gjithë ekipin përfaqësues qeverisës etj. Ose zgjidhja e dytë është ajo që të ulet me opozitën, nëse opozita pranon të ulet, dhe të bëjnë ndryshimet kushtetuese që kanë të bëjnë me drejtësinë. Por kjo e dyta do të thotë që ai pastaj do të bllokojnë të gjithë veprimtarinë e vet me ato kapitujt e famshëm dhe në luftë me komunitetin ndërkombëtar. Zgjidhje tjetër. Të gjitha janë shumë të vështira, po që duan një maturi, po sigurisht një qeveri me no name, no face, no number, me njerëz që s'mbajnë asnjë përgjegjësi, që gjithë përgjegjësinë do duhet ta mbajë ky, është një qeveri që ky. Ti dhe si alternativa zgjidhje, po jo zgjedhje. Mund të ketë dhe zgjedhje. Prandaj thash zgjedhje pra. Personal, jo zgjedhje procesi zgjedhor, në sensin që ti po thua që këto janë vetëm zgjidhjet e Ramës, këto të dyja, po ai mund të zgjedh dhe forma të tjera. Në këtë kuptim e kisha zgjedhje. Ska format. Ska asnjë formë tjetër. Nuk ka asnjë formë tjetër. Pasi pushteti kushtetues që ka sot drejtësia e quajtur drejtësia e re, është një pushtet përtej drejtësisë normale, prandaj quhet drejtësi speciale. Unë kam patur raste të shoh. Mund të ik, ka precedens. Jo, ai është veprim politik. Jo, të ik. Kush ik? Kryeministri. Po pra po, është veprim politik. I ke kryeministrit, që çdo kryetar parti është veprim politik. Pra, çdo veprim është politik, prandaj them është sui generis. Pra, problemi është çfarë do vendosë.